Sa janë të sigurta gratë në vendin e punës në vendin tonë? Një ambient i sigurt për gratë është ai ku respektohen ligjet e punës, ku ekziston besim në institucione që mbrojnë punëtorët dhe ku gratë kanë zë të barabartë për të ngritur shqetësimet e tyre. Por shumë raporte hulumtuese tregojnë një realitet tjetër. Një studim bazë i financuar nga BE mbi diskriminimin gjinor në vendin e punës ka gjetur se gratë kanë më shumë gjasa të punojnë me kontrata afashkurtra ose jo formale. 1/3 vendeve të punës nuk është inspektuar kur për respektimin e barazisë gjinore. Shumë gra pyeten për planet e tyre për martesë dhe familje gjatë intervistave të punës. Ngacmimi në vendin e punës mbeti të nënraportuar për shkak të stigmës dhe mungesës së mekanizmave mbështetës. Ndërsa hulumtimi i UN Women dhe International Labour Organization për sigurinë dhe shëndetin në punë ka vënë pa ngacmimet seksuale në vendin e punës në sektorin publik dhe privat, duke theksuar se forma më të shpeshta janë komentet seksuale me 25%, përndjekja fizike ose online me 20% dhe ajo që njihet si quid pro quo me 19%. Sipas drejtuesës së Agjencisë për Barazi Gjinore, Edi Kusia, gratë nuk kanë siguri në punë, sepse mungesa për kujdesjes institucionale, punësimi jo formal, normat kulturore dhe kushtet jo të dinjitetshme i mbajnë një rrjet vicioz detyrimesh, që u pamundson pjesëmarrje të plotë në tregun e punës, zhvillim profesional dhe mbrojtje ligjore. Në përpjekje për të ngritur vetdijen për sigurinë e grave në punë, kjo agjenci në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore ka diskutuar ndryshimin e ligjit të punës dhe programin e Kosovës për barazi gjinore 2025-2035. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thekson se gratë nuk kanë siguri në punë, sepse vazhdojnë të përballen me diskriminim gjinor, pa siguri të marrëdhënies së punës, ngarkesë të dyfisht mes punës dhe përkujdesjes familjare, si dhe mungesë të mbështetjes institucionale për shëndetin e tyre mendor, një situatë që sipas saj rrënjoset në struktura patriarkale dhe në mungesën e politikave të mirëfillta për barazi dhe mbrojtje. Alessandro Bianciardi nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë thekson se zbatimi i standardeve ndërkombëtare dhe mbështetja vazhdueshme për zërin e grave janë thelbësore për një ambient të sigurt pune. Për të pasur sigurinë në vendet e punës për gratë, organizata që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave kërkojnë masa urgjente, forcim të mbikëqyrjes së zbatimit të ligjit, edukim publik, politika gjithëpërfshirëse në vendet e punës, bashkëpunim ndërinstitucional, adresim të qartë të ngacmimeve dhe përmirësime legjislative, që gratë të kenë punë të sigurt, dinjitoze dhe të barabartë.